Zinku për opinionin tim është nga mineralet sepse magnezi nëse merr pjesë në 600 procese të enzimatike, pra të enzimave, zinku merr pjesë në më shumë se 3000 procese në trup. Edhe për mendimin tim është një nga komandantët më kryesorë të trupit tonë. Është ndoshta minerali më i rëndësishëm në opinionin tim. Komandanti i gjithë imunitetit, i hormoneve dhe i riparimit qelizor. Nëse ne kemi probleme imunitetin sot, me hormonet, me probleme tiroideve, me riparimin qelizor, me problemet e tumoreve, kemi mangësi të zinkut. Edhe një plak që të shërohet do zink. Edhe çdo flok që të rritet do zink. Çdo nivel të sistemit imunitar ku na bie kemi mangësi zinku. Pra komandanti është zinku. Është nga mineralet kryesore. Asgjë nuk mund të shërohet pa u përmendur zinku, edhe pse punon në Z, sepse zinku është arkitekti i formimit të ADN-s son. Pa të qelizat nuk mund të rigjenerohen. Zinku është trajneri kryesor i ushtrisë tonë imunitare. Ai aktivizon të gjithë pjesën e limfociteve tona. Gjithë pjesën e ushtrisë tonë vrasë kundër tumoreve, kundër infeksioneve, inflamacioneve. Pra, në ana tjetër, zinku është hormoni kryesor është komandanti kryesor i hormoneve tona, sidomos i hormoneve mashkullore të testosteronit. Kur ne kemi dopsinë të testosteron, bie forca e një mashkulli, kemi këtë problem. Kur zinku është mbështetës i lëkurës, nëse kemi problem të kolagjenit, rrudhje të lëkurës, inflamacion, nëse ne kemi probleme aknet, nuk na ikin aknet, ne kemi për një kohë gjatë, ne kemi nivele të mangut të zinkut. Zinku është nga elementet kryesor kur sot në botë po ta shikojmë 1 në 3 persona ka mungesë zinku dhe nuk e di. As nuk dinë që janë bërë dhe nuk e dinë dhe kujtojnë se duke marrë suplementar që është një nga elementet përsëri të gabuar, përsëri i keq. Niveli i infeksioneve rritet 55% në një mangësi shumë të ulët zinkut. Kur kemi të rënuar zinku, infeksionet rriten deri në 75%. Qoftë koronavirusi që ne kemi kaluar, gripi, problemet e shumë sëmundjeve tjera zhvillohen shpejt kur kemi mangësi të zinkut. Pa, çfarë ndodh, si ta kuptojmë ne kur mungon zinku? Kur ne kemi infeksione të shpeshta, ku kemi misha të këqij të dhëmbe që na dhëmi shpesh mishat e gojë, e dhëmbe, po thënë. Ku kemi shpesh dhimbje të fytit dhe të bajameve, kemi koll, fillim grilbazën, kemi rënje të flokut, ku nuk furnizohet niveli i flokut, rënje të flokut edhe kemi akne të cilat nuk ikim, puça të cilat nuk ikim. Riparume, nëse kemi një plak të djegur ose të vrarë, do shumë ditë të rikuperohet krahasimi një tjetër. Nëse kemi ulje të nuhatjes dhe të shijes, që mund të bëjmë një test. Provojmë 2 persona që jemi të njëjtë në familje, provojmë në nivelin kërpudhor të shijeve, sepse kërpudhat në pjesën kryesore të gjuhës janë të varura pikërisht nga zinku që nuk mungon si element, që i shtyn këto kërpudhat formojnë më shumë. Nëse një familjar e ndjen më shumë atë aromë, e ndjen më shumë atë shije dhe ti e ndjen më pak, ke mungesë të zinkut. Nga aspekti tjetër, testosteroni ulët, nga dalsimi i rritjes të fëmijët që nuk na rriten shpesh, kanë përqendrim të dobët, nuk kanë rritje normale, kanë filluar obezitetin, kanë shumë sëmundje, cikli pa rregull të gratë, menstruacionet, niveli i dhimbjeve të menstruacioneve, problemi të menopauzës, probleme që kemi me kiste në mitër, të gjitha këto që mund të krijojmë ose defekte në zhvillimin e një fëmije të vogël. Të gjitha këto kemi këto lloj probleme. Të gjithë personat që kanë probleme me gastritin, me refluksin, që pinë antibiotik, që kanë probleme me diabetin, personat që kanë stresin kronik, gratë që ashtazana në përgjithësi, adoleshentët që janë në rritje, ata që konsumojnë nivele të larta të sheqerit, brumit, biskotave, alkoolit, të gjithë në përgjithësi janë 72 dhe 85% me mangësi zinku. Nga disa studime që janë bërë që nuk po i zë, po desh edhe u mund të zë. Po, na duhet më shumë ku e gjejmë tani zinku. Atëre ushqime ne ku mund ta gjejmë? Ushqimet fara të kumullit janë të pasura. Në 30 gram ne kemi 9 mg, por jo më të pasurat janë frutat e detit. Arrin diku 80, 60, 70, 80 mg. Mëlçi e viçit është e mirë. Qiqërat, mirë, por nuk kanë nivele të jashtëzakonshme, por mirë. Diku 2, 3, 1 mg ka për shembull veza, për shembull veza e fshatit, 1.5 mg mund të ketë vetëm i kokorvez. Kakaua, që tham, patatja. Kanë burime të mira të zinkut dhe mos harrojmë që ne nuk se kur thot njëri 2, 3, 5 mg, mos harrojmë ne na duhet 10 deri në 12 mg zink në ditë. Kaq na duhet, nuk na duhet sasi i magnezi 400 mg, që ta kuptojmë. Nga aspekti tjetër mos harrojmë, zinku punon ngushtë me disa element mineralesh që pse nuk përthithet, ta kuptojmë. Nëse ne kemi mangësi vitaminë B6, nëse ne kemi mangrin, bakrin, nëse ne kemi mangu selenin, që është një antioksidant që vepron për tiroiden, sepse seleni ruan, pra nëse jodi formon formën e tiroidës për ta mbajtur dhe punon te tiroidja, seleni e rrethon për ta ruajtur këtë gjë. Nëse do kemi mangësi të vitaminës D,
në qoftë se do kemi seleni mangut, bakri, vitaminë B6, ne do kemi një disekuilibër të marrjes së zinkut. Edhe pse ne kemi sot zinkun, pikolinat, citrat dhe glukonat, përsëri janë, për mendimin tim, janë forma të dobta të përthithjes dhe përsëri në analiza shpesh nuk dalin në rregull. Pra, çfarë do të themi kur ne bëjmë një analizë, përsëri në shumë raste nuk është në rregull. Del në analizë gjaku zinku jo, apo si magnezi që duhet matur? Vetëm 1% ndodhet edhe zinku në gjak, 99% ndodhet në qelisë, në muskul, imunitet, tru në organe. Po si ta masim? Trupi, analiza mund dali normale, gjithmonë analiza dali normale. Kur analiza ne na mashtron, pra mund të themi ne na mashtron. Shpesh ta themi që kemi një mangësi të lehtë ose nuk kemi probleme zinku del mirë, po të shkosh analiza në përgjithësi të gjithë dalin. Vetëm ai 1% që është në gjak ndikon jashtëzakonisht në të gjitha proceset që ne kemi. Cila është analiza më e besueshme që thoni ju? Një analizë e besueshme mund të jetë për shembull e fijës së flokut. Deri diku e tregon historinë e mineralizimit ton, sepse mungesa e mineraleve që ndron në flok aty është fundi i çdo gjë që shkon mineralet. Kjo është një nga elementet kryesorë. Tjetër, duhet bën analiza të glifosideve, duhet bën analiza të testosteronit. Duhet shikohet niveli i riparimeve të plagëve. Pra ne duhet të shikojmë edhe në rastet klinike dhe në rastet me anë të syrit ose me anë të veprimeve tona që na jep trupi, për të thënë që kush është niveli më i mirë për ta kuptuar nivelin e zinkut që është në mangësi apo jo. Pra analiza me fijën e flokut, testosteronin apo edhe plagët. Dhe analiza që bëhet brenda elektroliteve të qelizës. Ne thash i parë që është për të gjitha nivelet e mineraleve. Është analiza ionike që bëhet në qelizë për nivelin mineraloz, për nivelin elektroliteve.